shumë të rinj kanë frikë nga matematika. Cila do të ishte këshilla juaj? Është shumë e vërtetë, edhe vërtet e vjen shumë keq që kjo ndodh. Këtë e kam përjetuar edhe unë. Shpesh herë mua kur u regjistrova gjithësisht për studiuar për matematikë, shumë njerëz më thonin o t'apo çmendesh, t'apo t'ikin flokt, t'apo ban kështu, t'apo ndoll kështu. Unë duhet të them kështu. Matematika është një shkencë që nuk mjafton talenti, aty duhet vetëm thjesht punë dhe durim. Nuk është e nevojshme që të kesh talent aq shumë, por duhet, sepse edhe po të kesh talent dhe mos t'i mbështetesh punës, domethënë ajo është domethënë rezultati është zero. Unë i sugjeroj prindërve, sepse prindërve dhe mësuesve, mësimdhënësve, asnjëherë nuk duhet gjykuar asnjë lend. Pra, të gjitha lendet që i ofrohen nxënësve tonë, që nga klasa e parë deri në 12, domethënë në një farë mënyre ato e kanë vlerën e tyre. Matematika nuk për mendimin tim, nuk është lendë vështirë, thjesht vetëm duhet pak durim dhe duhet, domethënë, pak përkushtim. Një matematikon ka qenë quhet Ahmes, ka pas thënë në një shkrim, ka pas thënë një thënie që thotë unë thot nuk jam i shquar thot se e njoh ose se njoh mirë matematikën ose se jam matematikan i mirë. Unë ndoshta mund dalloj nga të tjerët sepse qëndroj më shumë me problemin. Pra, qëndrimi më shumë në tavolinë, pak më gjatë, për të punuar, për t'i përkushtuar lëndës matematikës, domethënë e bën që një nxënës edhe ta alluroj më shumë, edhe ta duaj më shumë, sepse neve në algebër shpesh themi, algebra të jep shumë më shumë se sa kërkon. Për shembull, kërkon të vërtetosh një teorem, por nga ajo teorem rrjedh drejt për drejt një teorem tjetër që është akoma më e vlefshme për një problem krejt tjetër. Pra, unë duhet të them edhe një herë që ju lutem mos i frikoni, shpeshherë ata frikojnë edhe me njerëz që merremi të matematikës, na paragjykojnë në farë mënyre që jo po duken dallojnë nga të tjerët, jo po nuk kanë edhe aq humor, por ama mendoj që matematika është një bukuri që sa më shumë që të kërkosh, aq më shumë të jep. Por është një univers që për mendimin tim nuk ka fund. Por ajo që është më e bukur e kësaj, unë mendoj se çdo problem ka zgjidhje. Faleminderit doktor për rrëfimet tuaja. Çdo thot për ju personalisht ëndra amerikane? Ashtu si unë perceptoj termin dhe fjalën ëndra amerikane është se Amerika është një shtet shumë i zhvilluar, është vërtet drejtues ose lider e demokracisë që 1% jashtëzakonisht e madhe e njerëzimit pretendon të vijë këtu. Unë për ta thënë shkurt, e shqipi themi, Amerika të jep mundësinë, kurse suksesin duhet ta kërkosh vetë. Dhe ëndra amerikane secilit është mundësia e madhe për të arritur aty ku ke qëllim, por ama suksesin dhe qëllimet duhet ti kërkosh dhe të punosh fort të arrish deri aty, sepse këtu nuk të fal. Konkurenca është jashtëzakonisht e madhe, kërkesa është jashtëzakonisht e madhe dhe duhet gjithmonë të punosh, të mësosh që të arrish në nivelin e duhur. Përndryshe, këtu është sikur të jesh paranizitori dhe pret kur një ditë do të shkel. Të qenurit shqiptar, çfarë roli ka patur në formimin tuaj, jo vetëm si njeri, por edhe në profesionin tuaj, edhe në komunikim me studentat, në gjithë fushat e jetës? Të qenurit shqiptar ka kënë dhurata më e bukur nga Zoti që ma ka dhënë mua. Sepse, i rritur si shqiptar, jam rritur në një familje shqiptare, në një rreth shqiptar që të pjek të rrit me një karakter shumë të fortë, me një personalitet shumë të mirë, me një sinceritet duke të mësuar se si të jetosh dhe të punosh me nder, dhe si të besosh djersës së ballit dhe si ta vlerësosh atë, si ta respektosh të tjetrin, si
punosh për tjetrin në rast se ai ka nevojë, dhe si të ndryshosh jetën dikuj me punën tane të mirë. Dhe vërtet, siç e thash edhe më parë, është llantia më e bukur dhe më e madhe nga Perëndia, nga Zoti që më ka dhënë, që kam lindur shqiptar. Çfarë këshille do t'u jepni prindërve që e ndjekin këtë emision, që fëmijët e tyre kanë patur dhe kanë vullnet për të vazhduar universitetet në fushën e arsimit edhe në fushat tjera? Në radhë të parë, unë duhet t'i përshëndes të gjithë prindrit në përgjithësi, po në veçanti prindrit shqiptar, dhe duhet të dinë se ne kemi një barë të ranë. Ne si prindrimi mendoj që është puna dhe profesioni më i vështirë në këtë jetë. Neve duhet të bashkëpunojmë shumë me fëmijën tanë, duhet të bisedojmë me ta, duhet të sqarojmë dhe të rrim pranë, të jemi në farë mënyre udhërrëfyes, jo t'i komandojmë, t'ju japim mendimet tona, t'ju japim këshillat tona, dhe asnjëherë mos të mendojmë se jemi të bezdishëm. Neve mund dukemi të bezdishëm nga ata, por në fund të fundit neve jemi ata që marrin përgjegjësinë, nëse ata nuk janë në rrugën e drejtë. Dhe duke punuar shumë me fëmijën tonë për t'i drejtuar në arsimim. Ndoshta unë pse jam i fushës arsimit, arsimin e quaj ose edukimin e quaj gjanë më të bukur dhe më të shtrejtë. Sepse këtë bisedoj edhe me fëmijët e mi, edhe nëse vendos të punosh me plot respekt pastrues apo të punosh do një punë krahu, nëse je i edukuar dhe i arsimuar, mënyra se si do komunikosh me njerëzit dhe mënyra se si do të pranojnë njerëzit që ti punon, do të jetë shumë më pozitive për ty dhe do të të ndihmoj shumë. Pra, le të shkojnë në shkollë, mendoj që shpesher mendojmë, po i futemi një pune që ndoshta na sjell shumë më shumë pare, dhe kohën e edukimit, arsimimit e lëm mas. Për çdo gjë ka kohë. Nëse neve mendojmë dhe besojmë se duke falendëruar, domethënë Zotin për shëndetin, do kemi një jetë normale të gjatë, kemi kohë edhe për punë, kemi kohë edhe për shkollim. Sepse nuk ka kush e di se çka 4 vite, 5 vite, 6 vite, 8 vite, 10 vite ja kushton, dhe pastaj ai fruti që ne si prind e shohim tek suksesi i fëmijëve, mendoj se është fruti më i mirë, më i ëmbël dhe më i kënaqshëm për çdo prind. Pra të punojmë, jo vetëm t'i edukojmë si specialist ose si profesionist, t'i edukojmë edhe si njerëz, të krijojnë dhe të formojnë karakterin njerëzor, të krijojnë dhe të formojnë si shqiptar të ndershëm dhe të besojnë në punën dhe vetëm punën. Në një farë mënyre të mësojmë edhe të kenë durim, sepse jeta nuk është me lule, ka edhe hallet e tjera. Pra, ti drejtojmë nga shkollimi, nga arsimimi, nga dashuria për familjen, nga dashuria për vendlinjen, për adlen, dhe nga respekti për vendin ku jetojnë, dhe për ligjet dhe sistemin ku jetojnë. Dhe normalisht të jenë, dhe më tha, shembulli dhe pasqyra ma mire prindve dhe komit prej nga vinë. Shumë faleminderit për mesazhin, besoj se ndihmon familjet, ndihmon studentët, sepse ju jeni një person që keni patur dhe keni një sukses të dukshëm në fushën e shkollimit, dhe veçanërisht jeni një shembull i rrallë për komunitetin shqiptar, se si në moshën që keni ardhur, keni arritur të sukseset, gjithashtu të tëra këto janë vetëm me vullnetin dhe me aftësinë tuaj. Unë në fillim ju prezantova doktor profesor si kurse jeni në fushën e matematikës për shkencave eksakte, por ju jeni dhe, do të thosha profesor e doktor, edhe në jetën e përditshme si njeri i thjesht. Ju shikon me çifteli në dorë, ju shikon me lahut, ju shikon me bylbyl, ju shikon në veshur me kostumet kombëtare, ju shikon në çdo vend, në çdo aktivitet. Çdo të thotë të marrësh pjesë, të jesh aktiv në komunitet kur je emigrant, siç jemi neve. Unë mendoj që kjo është ndoshta për krahas lancës matematikës si profesion, gjitha këto që ti përmendë, domethënë,
në një farë mënyre i kam në një peshore dhe peshojnë barabartë. Përmende instrumentin e bilbilit e kam në makinë. Dhe rrugët që shkoj në punë, më thënë, kam një orë rrugë, shpesh herë kur ndalim në trafik, e nxjerri bilbilin dhe i bie rrugës. Unë jam një dashamir shumë i madh i folklorit. Jashtëzakonisht i madh, dhe kam marrë pjesë që në moshën, domethënë më kujtohet në klasën e 5, e për herë të parë kam dalë para publikut me çifteli, ka kënë një pashtu nxënës e klasës time, një këngëtare shumë e mirë, Shqipe Gjonaj atëherë, dhe qenë nga atëherë deri sot, nuk u jam da as çiftelis, as tupanës së daullës, as bilbili, dhe as vallës, dhe vërtet kam panderë që të jem pjesë dhe drejtues i shoqërisë kulturore artistike Rafsha në vendlindje për vitet e tëra, edhe kështu me radhë. Dhe po ashtu edhe këtu, e ndjej detyrim të jem angazhuar domethënë në komunitet. Unë faktikisht që në momentin që e la domethënë auditorin ose dal nga puna, unë i vishem jetës time private që ka të bëjë me komunitetin, me familjen, me miqtë e mi, me shokët e mi. Dhe shpesh herë në mese kudo që jemi, unë dua që të trajtohem si anton, si njëri që jemi rrit bashkë, kemi jetuar bashkë, domethënë kemi të përbashkët gjuhën, kemi të përbashkët kohën, kemi të përbashkët të gjitha problemet që neve jemi përballur këtu, dhe me të vërtet jam dashamir i bashkëpunimit dhe jam pjesëmarrës, siç e theksuat, në shumë aktivitete, për çka vërtet falenderoj të gjithë komunitetin shqiptar që më kanë pranuar jashtëzakonisht mirë, dihem shumë i vlerësuar dhe respektuar, dhe ajo është merit e tyne për vlerësimin, dhe vërtet kemi një komunitet jashtëzakonshëm. Pavarësisht se neve mund të mendojmë se mund të kemi ndonjë mangësi, por ju betohem, unë njoh shumë kohë me kam, domethënë studenta nga gjithë, mund të themi, globi dhe me kulturat e ndryshme, por ne si kom shqiptar jemi të jashtëzakonshëm. Jemi të jashtëzakonshëm sepse neve e njohim njëri tjetrin edhe në gjuhën e trupit, gjuhën e lëvizjeve, gjuhën e komunikimit, domethënë të bashkëpunimit, jemi aty ku është nevoja për njëri tjetrin, ti vetëm të mendosh për shembull sa aktivitete humanitare bëhen këtu, për shembull vetëm për ndihmuar vendlindjen ose për ndihmuar ndoken këtu, pra ajo vërtet është për tu admiruar, dhe jam shumë i lumtur që jam pjesë e këtij komuniteti, dhe vërtet e falenderoj për respektin që kanë ndaj meje, dhe unë jam borxhi tyre, dhe aq sa kam frymë dhe kam mundësi, gjithmonë do të jem pranë, dhe do të përkrahi me çdo gjë që është e nevojshme, qoftë edhe me një pjesëmarrje, me çifteli, me një vallë, apo ku më di edhe me një këngë, edhe pse nuk më shkon shumë.